Para fillimit të punimeve të Këshillit Bashkiak në sheshin para bashkisë, është zhvilluar edhe protesta radhës e një grup banorësh, të cilët shprehen indinjatën e tyre për spekullime sikur se theksuan që ata kanë denoncuar lidhur me projektin TID. Shtëpia vet e Gumbaros nuk prishet, ku prishen atje 30 shtëpi. Ky është shteti, ky është shtet hajdut, shtet me dhunë, me marr shtëpiat, por nuk ka dhunë ma, populli i squar. Edhe pristi, edhe që të prisit të shikoni akoma. 3 polica janë në bashkia, e janë 30 janë brënda, për qatë rritë të këtera, bashkia është e popullit. Ate, ja ku jemi sërish, zotërit që parë Këshillit Bashkiak, dhe gjithë ju punojës Këshillit Bashkiak, jeni mbledhës dhe keni mbledhën e radhës, ku do të diskutoni për çdo lloj problemesh, por mos harroni se na keni neve tutë projektit që nga dita e parë që ju firmosët vëdëmon për këtë projekt, që nga gushti i vitit kaluar e dem sot, dhe ju garantoj që këtu do na keni gjithmonë këtu do na keni. Projektin TID, banorët e lagjës së lashtë të Durrësit e kanë cilësuar si një projekt shtetëror që po grabit pronët e tyre të ligjshme.